Qytetin e Lushnjës, atmosfera festive e fundvitit ka sjellë një rritje të ndjeshme të fluksit të automjeteve. Qytetarë që kthehen nga emigracioni, banorët të zonave rurale dhe lëvizjet për blerje kanë shtuar trafikun, duke krijuar vështirësi në qarkullim dhe në parkim. Mungesa e hapësirave në këto ditë me ngarkesë të dedikuara për parkim i detyron drejtuesit e automjeteve të parkojnë në mënyrë të çrregullt, duke penguar lëvizjen dhe shpesh duke shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Policia bashkiake dhe policia rrugore kanë qenë të angazhuara me patrullime për menaxhimin e situatës, për sfida mbetet e vështirë. Manovrat e rrezikshme, parkimet e 2 fishta apo të 3 fishta janë kthyer në pamje të zakonshme, duke rritur rrezikun për aksidente. Institucionet i bëjnë thirrje për më shumë ndërgjegjësim dhe planifikim, sidomos gjatë ditëve të festive. Megjithatë, angazhimi i strukturave të policisë së Komisariatit të Lushnjës për ruajtjen e rendit dhe lehtësimin e trafikut është një ndihmë reale në përballimin e kësaj situate të rënduar.